Pas disa ditësh pushimi, Vllaznia ka rikthyer motorët në punë. Futbollistët kuqe-blu kanë zhvilluar seancën e parë stërvitore, duke nisur zyrtarisht përgatitjet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027. Në drejtimin e trajnerit Edi Martini dhe stafit të tij teknik, skuadra është mbledhur sërish në fushën e kompleksit Hasajno Golem, me synimin për të hedhur bazat e një sezoni sa më të suksesshëm. Seancat e para do t'i kushtohen kryesisht përgatitjes fizike, ndërsa më pas puna do të fokusohet edhe në aspektin taktik dhe krijimin e grupit. Në ditët në vijim pritet që t'i bashkohen edhe futbollistë të tjerë që do të afrohen gjatë merkatos verore, ndërsa drejtuesit e klubit vijojnë punën për plotësimin e organikës me elementet e kërkuar nga stafi teknik dhe trajneri Edi Martini. Po ashtu në program janë edhe disa ndeshje miqësore, ku e para është programuar këtë fundjavë, të cilat do t'i shërbejnë trajnerit Martini për të testuar gjendjen e skuadrës dhe për të krijuar formacionin që do të përfaqësojë Vllaznin në ndeshjet e para zyrtare të sezonit. Objektivi i kuqe-bluve mbetet ndërtimi një skuadre konkurruese që të luftojë për trofet në arenën kombëtare dhe të paraqitet denjësisht në të gjitha kompeticionet ku do të marrë pjesë gjatë sezonit të ri.